4 banor të Lazaratit kanë qëlluar në drejtim të një postobloku policie në Gjirokastër. Policia e qytetit bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 në mesnatë në vendin e quajtur Kordhoc, ku 4 të rinj qëlluan në drejtim të efektivëve të rendit me automatik me plumba gjurmlënës. Nuk është shkaktuar dëm në njerëz, kuptojnë se policisë janë kundërpërgjigjur zjarrit që është ka ardhur në drejtim të tyre dhe kanë marrë masa për të ruajtur jetën e tyre. Drejtoria e Policisë Qarkut Gjirokastër i bën thirrje banorëve të fshatit Lazarat të distancohen nga këta elementë që tentojnë të godasin policinë dhe të bashkëpunojnë me policinë për kapjen e tyre. Të rinj dyshohet se janë kultivues të lëndës narkotike kanabis sativa në Lazarat. Sipas policisë, për shkak të plumbave gjurmëlënës, me të cilët qëlluan 4 banorët e Lazaratit, mori flak një shkure, si pasojë u dogjën 3 hektar kullota. Zjarri vijon edhe gjatë paraditës së të mërkurës për shkak të terrenit të thyer malor ku zjarfiksit e kanë të pamundur të ndërhyjnë.